Të gjitha turbinat punonin me 3000 rrotullime në minutë për siguru frekuencën 50 Hz të rrymës alternative. E pam vetë që janë duke funksionuar 3 njësi të termocentralit Kosova A, pra A3, A4 dhe A5, dhe 2 njësi të termocentralit Kosova B, B1 dhe B2. Tek termocentrali Kosova A, përdërisa A3 dhe A4 funksionin me kapacitet rreth 125 MW, përkatësisht fuqi 125 MW, se cila prej tyre A5 është rreth 140 MW. Pra gjithsej termocentrali Kosova A, në këto momente që po flasim, gjeneron bruto kapacitet gjithëmbarshëm rreth 390 MW, ndërka që kur shkuam në termocentralin Kosova B të stabiliment atje, pam që termocentrali Kosova B me njësinë e vetë B1 gjeneron kapacitet prej 259 MW parafërsisht, ndërka që ai me B2 282 MW. Të gjitha turbinat punonin me 3000 rrotullime në minutë për siguru frekuencën 50 Hz të rrymës alternative, teksa e presim vitin e ri në gjirin ton familjar, më shumë një koqirë të tregohen ata të cilët e kanë ngrohjen qendrore nga Termokosi, me qenë se teksa flasim ne 110 MW kapacitet Termokosi i merr prej termocentralit Kosova B.